Për shembull, po lexoja lajmet e javës që kaloi, ku flitej për Vlorën që do kishin bërë plazhin me 7.000 lekë, plazh publik, me pagu 7.000 lekë me. Dhe më kujtua një histori me një qytetar para 3 muaj që më bëri një koment që më ka dhimbt, më ka lënë pa gjumë. Unë kisha bërë një mesazh që kishte të bëjë me një lloj qëndrimi patriotik që duhet të kemi. Çfarë patriotizmi më shkruajti? Çfarë atë dheu? Ky s'është atë dheu i. Më kanë përzën, ishin në Shqipëri, nuk është se kishin përzën fizikisht. Unë nuk lajm dot ndet, se ditën e kanë zënë. Unë s'kam një pronë, s'm japin letre. Unë kanë përzën gjitha rrugët. Ky nuk është më atë dheu im. Unë jam më vendas në Greqi, Malzi, Kroaci, në Itali, në Turqi, se sa në Shqipëri. Sa ti mund të lajm ku dua. Këtu s'm nola. Këtu më pengojnë. Unë mund të shkoj ku të dua dhe të fitoj si njeri, dhe të më trajtojnë si njeri. Kurse këtu më trajtojnë si refugjat. Dhe koncepti i tij më ka dhimbt, sepse në fakt tregon realitetin tonë si na e ka ndërtuar, ku parajsa mbi dhe që quhet Shqipëri, na kanë kthyer në tharr. Në fakt është parajs, po jo për ne, duhet për ata.